Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes drejt për së drejti nga Live from Tirana, 11:10 është ora eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka dhe na rikthehet për afro më shumë se një viti, kam përshtypjen një vit e gjysmë, diçka e tillë, në studio një nga njerëzit që kur e kemi pasur në emision ju e keni pëlqyer dhe na keni kërkuar vazhdimisht që ta rikthejmë në program, por thjesht kemi pritur momentin që aty ishte fizikisht në Shqipëri. Është ambasadore e paqes në Austri, mësuese dhe trajnuese e vetëshërimit, meditimit dhe zhvillimit shpirtëror, ka studiuar për psikiatri si dhe pedagogji dhe psikologji, përpara se të kushtoj fushës së saj të meditimit dhe vetëshërimit, për të cilin kohërat e fundit flitet shumë dhe kuptohet që është shumë i rëndësishëm. Amadea Stefa, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se u gjeta. Si jeti? Shumë mirë. Si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty? Një periudhë shumë interesante, me thënë të drejtën, për të gjithë Europën, por sidomos nga ana shqiptare. Pse? Sepse unë shpesh ndjej ose ndiqoj lajmet, shikoj publikimet që bëhen në media të ndryshme dhe ndjej atë dëmshurinë, ndoshta edhe merakun e prindërve, nënave, popullit shqiptar që është në këtë moment. Që do të thot nga ana energjetike ti si e lexon popullin shqiptar në këtë moment? Kur kam shikuar këto demonstratat, me thënë të drejtën, disa video të interesante që ishin dhënë në Instagram, unë kam parë dritat. Kam parë drita, dhe më thënë, shumë të disa njerëz që kanë filluar të rizgjojnë. Dhe çdo dritë e vogël bën një dritë gjigande pastaj, se kur janë me mira në rrugë, atëherë gjithë këto drita ishin duke u bërë si me qenë një blet, a din ato bletet që bashkohen gjitha bashkë dhe ecin ato rrugët e veta dhe nga njëherë janë shumë të fuqishme. Nuk mund t'i përballosh kur bletet mblidhen të gjitha së bashku, kështu mu dukte ajo energjia shqiptare. E nga ana spirituale, energjetike, ti si e ke lezuar gjithë këtë? Unë e shikoj si me të vërtet një rizgjim, që quhet awakening, por një rizgjim shumë i thellë për sa i përket Shqipërisë. Ndoshta kjo gjë kishte ndodhur shumë më përpara. Domethënë që jemi çik i fije, i themun me vonesë, sepse këto gjëra është dash shumë përpara të fillohen që t'i thojmë stop. Dhe jo të protesta për sa i përket partive, sepse unë nuk jam as me plusin, as me minut, nuk më intereson as e djatha, as e majta, dhe si shumë shqiptar që janë jashtë shtetit, ne duam vetëm të mirën e vendit tonë. Domethënë ne do të ishim kthyer të gjithë shqiptarët, imagjinoni, edhe pse jemi jashtë shtetit me 30 sa vite, 40 vite, dhe përsëri do të thojmë vim këtu në trojet tona për të ndihmuar, për të sponsorizuar, nëse shteti i ndihmon shqiptarët që janë jashtë shtetit dhe jo të huaj të blejnë, por ne që jemi vetë që ta ndihmojmë vendin tonë. Mirë, interesante shumë mënyra si e rishe gjithë këtë, se ka pasur analiza politike, e të gjitha me radhë psikologjike, por jo kështu shpirtërore, siç thua ti që e shoh si një rizgjim. Amadea, çfarë është e rëndësishme në këtë periudhë, në këtë moment, për të diskutuar në lidhje me botën? Ku ndodhet bota në këtë moment që ne flasim? Bota është duke kaluar një komplet, i thojmë, në një shift, një kalim nga një dimension në një dimension tjetër. Në kultura të ndryshme flitet edhe në Bibël, në Kur'an, në kudo. Për shembull, në Indi thotë Kali Yuga, në Kinë, Japoni thotë Shangu era. Është një era, një cikël, një frymë e re, një frymë shumë e re, një frymëzim gjigant që është duke ardhur në tokën mam. Sikur toka, dielli, hëna, të gjithë planetet, konstelacionet janë në një lidhje kaq të fuqishme që toka duhet të ndryshojnë. Domethënë njerëzimi duhet të ndryshojnë. Jo të mendojnë për egon e vet, por të mendojnë për të ardhmen, çfarë do t'i lëmë fëmijëve tonë. Domethënë ky zgjim është shumë më i thellë, do ta tregojnë toka. Toka do të na tregojnë më sot nesër. Që nëse ju nuk zgjoheni, nuk kujdeseni për mua si planet, ose ne nuk kujdesemi për tokën tonë, duke e mirëmbajtur me dashuri, pa plehra, pa zmog, pa shumë gjëra të ndryshme, ajo do ta tregojnë në mënyra më të ndryshme. Që do të thotë? Me katastrofa. Do të hakmerë ndenësh? Nuk është një hakmarrje. Ne ja kemi bërë vetes.
Domethënë është informacioni, energjia negative që është lidhur nga njerëzit, duke bërë luftra, duke bërë gjëra jo të mira, duke pas mirë njëri me tjetrin dhe aty fillojmë herë ne me vetveten tonë. Si jetin familjen tënde, si a grindesh, jeni dashuri, e ndihmon njëri tjetrin, ja jep dorën motrës vllaut kur ka nevojë, apo thu jo me se çaj kokën un kam interesin tim se dua ndërtoj vilën këtu. Domethënë, gjitha këto gjëra janë individuale dhe pastaj bën kolektive. Dhe kjo e ndjen toka më dhe më shumë. Dhe vjen një moment thua ku do të ketë ti nuk e quan hakmarrje, e quan të shkojnë gjërat në vendin e vet, kështu quan drejtësi. Do të jetë një pastrim, që quhet purification. Pastrimi do të jetë në mënyrat më të ndryshme. Mund të jetë edhe me luftë. Mund të jetë me shpërthim vulkanik, me shpërthim bombash atomale. Mund të jetë ato që se pret njerëzimi absolutisht, me blackout. Domethënë nga rrezet diellore, që Europa mund të jetë në terr për shembull. Po më Trump. Nuk është Trump, ato gjëra priten tash sa kohë. Ne bile jashtë shtetit jemi të përgatitur, sepse ne shteti na ka përgatitur, ndryshe ndoshta nga Shqipëria, që ne na thonë, ne kemi seminare apo stafat për të gjithë mësuesët, psikolog, pedagogët, mjekët, deri edhe popullin tani janë duke involvuar, që çdo krahini thojmë ne, të ketë mbajtje, domethënë si të mbajnë ujin, si të mbajnë elektrikun vet, se nëse ndodh kjo gjë, duhet të jenë të përgatitur në blackout. Preparation, quhet përgatitja. Që kjo mund vi nga fenomene natyrore për shkak të një krize të caktuar, nga se mund vi? Mund të vinë kriza të ndryshme, do të fillojnë ndoshta nga mënyrë natyrore, por pastaj njeriu si është atin që kur shkojnë në frikë dhe në ankth, fillojnë të bëjnë gjëra jo të mira. Për shembull mund të fillojnë të vjedhin, të plaçkitin dyqanet. Mund të fillojmë të merrem me njëri tjetrin pastaj për njeriu të shkojnë në shtëpi të vjedhin. Pastaj ç'a të bësh? Ti nuk ke armë, sidomos ne që jemi jashtë, se ndoshta në Shqipëri është diçik ndryshe, por atje jashtë nuk ekziston arma. Domethënë është i fortë, i buti, atëherë kush mbijeton. Këto gjëra na përgatisin vetë shtetet tona. Qartë. Mirë, kaq sa për nxemje, do të shkojmë pak në marketing dhe pas marketingut do të futemi pak më thellë në bisedë. Vazhdojmë të jemi në studio me Amadea Stefa. Ju të gjithë që po na dëgjoni në këtë moment, besoj që jeni me veshët katër për të dëgjuar gjithçka që ne do të themi dhe do të citojmë në këtë program. Amadea, ka një problem kur kam njerëz si ty në studio që kam kaq shumë pyetje për të bërë, edhe nuk di nga t'ja nis, më të thjesht më bëjnë kështu ping-pong me njëri tjetrin në trup, por edhe më shkruajnë shumë njerëz. Flasim pak për disa gjëra që edhe nuk flitet shumë në Shqipëri. Se ne ngecim tek disa gjëra që ose flitet vonë në Shqipëri. Për shembull, në Amerikë këtë vit ka qenë highlights kryesor, ku për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të publikojnë disa pamje nga dosjet jashtëtoksore. Duke qenë se ti shpesh flet për botën spirituale, për universin, për të tjera dimensione, ti vet si njeri që e njeh mirë këtë fushë, botën spirituale, beson që ka qenie të tjera, ndoshta edhe më të fuqishme se ne, siç janë alienët? Atëherë, alienët ose jashtëtoksorët, mendoj që ekzistojnë me miliarda vite në tokën mëm. Në tokë? Në tokën mëm. Dhe ne jemi raca të krijuara të ndryshme. Pse kemi raca të ndryshme? Sepse vim nga jashtëtoksor planete të ndryshme krijimi. Për shembull, thonë që raca Venus ka racën me sy bojqiell. Personat që kanë sy bojqiell dhe i qikishil vijnë nga raca Venusit. Dhe disa racat e tjera, Marsi, Jupiteri, kanë për shembull thonë racën e zezë afrikane dhe racën e verdhë. Dhe shumë të tjerë, kuptohet. Ne çfarë race jemi në Shqipëri? Nga cila ne vim në Shqiptar? Ne vim nga një planet komplet tjetër që nuk ekziston në këtë solarin ton, është në një galaksi tjetër. Dhe rina një racë që quhet Illyricum, kot nuk e kemi fjalën Ilir. Okej. Edhe gjuhën ton që e kemi unike, sepse vjen nga një ndër këto 7 racat që janë krijuar nga planetet të tjera. Ne i thojmë planetet të tjera jashtëtoksor, janë jashtëtoksor. Dhe ekzistojnë. Ne kemi genet dhe ADN në tyre. Daqim, mos daqim. Prandaj kemi dhe shumë gjëra të ndryshme, inteligjencën. Po ti shikosh kinezët janë ndryshe prej nesh. Kanë një inteligjencë komplet tjetër nga raca jonë shqiptare, ose europiane. Dhe shumë gjëra dallohen ndryshimi.
gjuha, fytyra, se si jemi, syt, trupi, dikush trup të vogël, trup të madh. Dhe plus kësaj që jashtëtokësorët janë bashkëpunojnë me shtetet, bashkëpunojnë me politikën. Dhe të gjithë të mëdhenjt i dinë këtë gjë, por nuk e tregojnë publikisht, sepse kanë atë frikën që çfarë do të thotë populli. A është gati, megjithëse me këtë publikimin e dosjeve këtë vit, duket sikur filluan të përgatisin botën që ka diçka për te dhe për herë të parë Amerika vendos të publikojë dosje të jashtëtokësorëve. Po ti, domethënë ti beson vërtet që nuk janë vetëm lart në qiell me këto disqe fluturuese, po zbresin në tokë, bashkëpunojnë me njerëzimin? Ato janë edhe në disqet që tjerët nuk i shikojnë, sepse janë në një fushë magnetike ndryshe që vetëm syri i tretë i themun ose persona që e kanë atë fuqi i shikojnë. Unë i shikoj, unë kam të drejtën të shikoj, kur janë edhe në Shqipëri, edhe kur shkojnë në vende tjera, i them po, shikohen anijet kozmike që na ruajnë. Dhe nga ana tjetër shikohen edhe persona që janë me trup në mënyrë fizike, midis njerëzve nga një herë dhe i shikon domethënë dhe kap gazi, unë e kuptoj feels kur janë për shembull këto lloj racash dhe si janë të maskuar me gjyslyk ose kështu. Maskohen si njerëz, ecën me maskohen si njerëz, komplet si original pa. Po i dallon sepse kanë disa gjëra që ato kush i kupton çfarë janë jashtëtokësorët dhe tokësorët i dallon. Për shembull kur kam qenë në Amerikë, që është shumë interesante, në një vend shumë të veçantë afër Los Angeles dhe Las Vegas, kam shkuar në disa vende, disa pika dhe kam parë këto vendet sekrete të ushtrisë, ushtarake amerikane. Vërtet. Po. Dhe jam futur në disa vende sepse kam qenë çik kurioza dhe kundër ligjit ndoshta amerikan, por nuk më kanë kapur. Si ishte aty? Dhe çfarë? Një gjë shumë e veçantë që duhet t'ja tregoj, bile kam bërë foto, por nuk mundem se s'lejohet, sepse është nga ana e USA-s. Dhe ishte rruga, domethënë tunele, dhe ishin të ndarë në dy ana. Dhe ishin të mbyllur komplet me gjamba, me kështu, dhe ishte shkruar human, non-human. Dhe ishin të ndara. Domethënë këto shkoshin, këto ishin për jashtëtokësorët, tuneli, këto ishte për njerëzit tuneli, që do të rohin të futenin në fusha të ndryshme. Dhe kur erdhen makina, domethënë, erdhen këto që u ndanë, i shikoshe domethënë duke u ndarë makinat që u fuqin këtë tunel, makinat e tjera. Pra njerëzit më vete dhe jashtëtokësorët më vete. Si janë jashtëtokësorët? Çfarë pamje kanë? Jashtëtokësorët janë, me thënë të drejtën, nëse janë origjinal ashtu si janë, si shikoj unë, janë më të mëdhej, më të gjatë se ne. Ato kalojnë 2 metërshin. Disa prej tyre ne kemi folur dikur për gigantat, nëse manin në historik legjendat botërore. Në Amerikën e Jugut unë i kam parë vetë kafkat. Domethënë këto trupat i themun që kanë mbetur dhe janë në muze në Peru, kush ka interes mund të shikojnë edhe në video dhe ka dhe foto, dhe ato janë pothuajse 10 metra. Një kafk e kokës ishte pothuajse sa gjithë trupi im, jam gati 1.75 dhe pak a shumë imagjino koka. Këto jashtëtokësorët që ti thua që unë i kam parë, janë kështu siç e kemi parë nëpër filma, të gjatë me këtë kokën kështu jeshil me sy të mëdhenj. Disa, jo të gjithë. Janë të frikshëm? Jo. Janë të dëmshëm? Jo dhe po. Jo dhe po. Pse jo dhe po? Atëherë nëse doni dini disa sekrete për sa i përket kësaj gjë, është shumë interesante. Jashtëtokësorët kemi plusin dhe minusin. Ato që janë pak a shumë si ne, që ngjajnë, prandaj tham, i ngjajmë, se ne ngjajmë shumë atyre. Janë çik më të gjatë, janë të bukur, janë me të vërtetë të bukur. Ose janë si këto fairy elves që kanë këto me çik veshët me bisht kështu, nqoshe. Këto quhen për shembull Plejadën, vin nga Plejadën. Dhe janë një popull shumë i veçantë, shumë i paqët, që duan vetëm të mirën e tokës mam. Duan që të na mbrojnë, që mos kemi luftra, mos kemi bombardime. Përkundazi ato janë që ne të jemi, domethënë të qetë. Ka ana tjetër që duan të interferojnë. Pse? Sepse duan të manipulojnë njerëzimin. Dhe këto janë i çik ndryshe. Të duken edhe ndryshe, domethënë kanë sy ndryshe ose ne i thojmë reptilje. Janë si reptilianët. Që po më pyesin dhe çunat që parë kishin shumë kuriozitet. Reptilianët kanë qenë raca e parë që kanë qenë në të njëjtën kohë me dinozaurët. Dhe prandaj ato thonë ne jemi të parët. Atëherë pse ju të na vini? Të na bëni ne, domethënë mësime, ju që jeni nga planetet e tjera, Xam nga Venusi, Marsi. Po mirë, pyetja ime është tërësisht brutale. Pse i plas këtyre për planetin Tokë, kur këto janë të avancuar me teknologji, kanë planetet e tyre, edhe rri kanë kështu të fshehur, mos i shohim ne, bashkëpunoka me këto lidera ndërkombëtar, ku thjesht mund dalin lirshëm aty në rrugë, nëse janë kaq shumë të avancuar. Sepse njerëzimi do të kalonte në panik. Po edhe
Edhe do të vinë ai moment, ti tu kena përqen. Vërtet? Po, do të vinë ai moment që ato do të shfaqen dhe Do të vi njerëzimi momenti që ne do t'i pranojnë. me alienët? Do t'i kuptojmë që nuk janë alien, janë thjesht njerëz që Jashtëtokësore. jetojnë në vende të ndryshme. Dhe Janë ato- njerëz pra që jetojnë. Janë njerëz. Janë njerëz. Po janë më të Atëherë, më të avancuar se ne. Pyetja mund të ishte ndryshe, pse kanë ardhur në tokën mam? Pse kanë ardhur në tokë? Sepse planeti i tyre nuk ka qenë në gjendje kritike. E zëm nëse planeti i tyre është shumë afër diellit Okej. dhe ka djegje, ka shpërthime vulkanike, ka diçka ose një komet e shpërthen i bjen planetit. Atëherë a dash disa prej këtyre planeteve të ikën të largohen nga planeti i tyre Dhe rrinë të fshehur tek dhe ne. kanë gjetur planetin tokën mam, një planet shumë i bukur, shumë i Pse duhet të veçantë. rrinë të fshehur ndërsa nëse janë kaq shumë të avancuar në teknologji? Atëherë, Se fakti që ato kanë aftësinë për të ardhur nga një planet i largët shumë në një planet tjetër, janë shumë të avancuar në teknologji bie. planeti i tokës mam ka një ligj që quhet ligji free will, të jesh i lirë. Dhe ne me shqiptar jemi i lirë. Dhe kjo liri, domethënë që nuk lejohet që të tjerët të interferojnë në atë lirinë që ne kemi si planet. Kjo është bërë me një, i them unë, me një mbledhje e planetare që njerëzit nuk e din këtë gjë. Kur janë mbledhur të gjithë, si thonë drejtorët ose mbretërit e planeteve të ndryshme, Pra, kanë thënë ky planet dhe mbretërit e planeteve mbledhen me njëri tjetrin. Po. Siç shumë mbledhen këto liderat Si botëror. mbledhen me në parlament këtu, mbledhen edhe atje sipër, domethënë ka mbledhje parlamentare, i them unë nga ana jashtëtokësorëve, universale. Dhe thonë çfarë do të bëjmë me këtë planet, çfarë do të bëjmë me këtë planet, si ta ndërtojmë, si ta rregullojmë, si ta shpëtojmë ndoshta, nëse njerëzit nuk e mbajnë, nuk e mirëmbajnë këtë planet. Dhe prandaj ato nga që e shikojnë që tani ka ardhur momenti që toka më është tepër, ka shumë mbi popullim, është një mbi shkatrim, janë duke hequr pyje të shumë gjëra jo të mira, atëherë ato duhet të interferojnë. Të marrin Dhe të masa. thonë, okay, atëherë ne kemi të drejtë që të shfaqemi dhe të thojmë stop. Kjo nuk është e mirë. Ti beson që Amerika zbriti në hën pak muaj më parë? Edhe kjo hënës është diçka shumë interesante që po të futemi këtu ne do të rrim gjithë ditën. Më fol pak se jam shumë. Sepse hëna mendon njerëzit që nuk ekziston qenie në hën. Atëherë në hën ekziston qenie, po jo jashtë, por ka brenda. Ka qenie? Po. Çfarë qenjesh? Këto jashtëtokësorët, jetojnë atje. mbledhja kryesore që bëhet në hën brenda. Prandaj hëna është afër tokës. Domethënë na mbron. Hëna ka atë dashurinë me që gjithë këto qenie që të na mbrojnë, ato na vëzhgojnë non stop, 24 orë, si keni radion, ato na vëzhgojnë ne çdo gjë çfarë bëjmë. Nga hëna. Nga hëna. Prandaj shumë gjëra kanë qenë të manipuluara kur kanë thënë që raketat, për shembull, kanë zbritur në hënë ose kështu, se ato si kanë lënë fare, i kanë thënë na, ktheu mbrapsht. Ose edhe nëse mund të ketë bashkëpunime, atëherë din që ato i presin jashtëtokësorët. Shumë NASA ato pikturat i fshin, i ndryshon. Unë kam qenë vetë tek NASA, se kam qenë për zbulim shkencor, dhe kur i kam parë, domethënë se si ato punojnë, dhe ma thënë që shumë gjëra ato i din vetë, që nuk janë normale, sepse i shikojnë, por nuk i lejohet. Vetëm shteti, domethënë, i Amerikës, ose i Rusisë, ose Kina, që i marrin këto real. I kanë akses tyre pikturave, këtyre njerëzve që takohen e shumë gjëra të tjera. Domethënë ne kur ngrem syt nga hëna natën, të dim që atje ka qenë të tjera thua atje. Ka qenë të tjera që na duan shumë dhe na vëzhgojnë. Dhe ato janë të mirë, nuk janë të këqij. Okej, publicitet. Në Top Albania Radio me Amadea Stefa, e cila sigurisht sot po bën një bisedë në fakt që ndoshta njerëzimi është mirë të bëhet gati, të përgatitet siç bëri Amerika në publikimin e tyre dosjeve. Ti beson tek dimensionet? Dhe çfarë mendimi ke për to? Dimensionet ekzistojnë që ç'kemi atë. Njerëzit nuk i perceptojnë akoma, por ka shumë njerëz edhe në Shqipëri që i takoj dhe më thonë i shikojnë, i ndjejnë. Çfarë janë në vetvete? Dimensionet janë hapësira, siç ajri. Ajri më i kondensionuar me një informacion tjetër. Dhe ky informacion ndihmon njeriu që të zhvillohet. Për shembull, si mund të jetë një hapësirë që ndikon. Qëse një person në stadium thot, unë jam dashuri, i gjithë stadiumi e ndjen atë dashuri, edhe pse ka idenë se prej nga vjen ajo dashuri. Vërtet? Kjo. Domethënë, kur një person është në urrëtie,
Ne e kuptojmë këtë gjë kur shkojmë tek një lokal, kur shkojmë tek një shtëpi, që marrim energjinë e ambientit. E ndjen direkt, sepse çdo gjë ndikon, edhe dimensionet e larta, i them unë, që janë me energji shumë më të lartë, frekuenca më të larta, ndikojnë tek njeriu. E njëjta gjë, dimensionet e ulta, frekuencat e ulta, ndikojnë tek njeriu, e njëjta gjë. Interesante shumë. Dëgjoj, ti çfarë mendon për pas vdekjes, sa që i trëm shumë njerëzit? Ty të trëm vdekja e njerëzit për çfarë? Absolutisht. Do më thonë që të kuptosh, është ajo shprehja shumë e bukur kineze, që më ka mbetë në mend. Kur një fëmijë lind lakuriç. Dhe çfarë bën? Çan, gjaja parë që thot, mi po, ai çan sa thot, ku kam ardhur. S'dua të vi këtu. Dhe prindrit gëzohen. Fëmija që kanë rregull shqyr, aman që çan, edhe hedhin vallen, na ka lind fëmija shëndosh. Kur një person vdes prap. Çfarë? Lakuriç. A merr gjë me vete? Asnjë gjë. Por në momentin që ti vdes ti thu, shqyr. Po iku nga këtu. Por çfarë bën të tjerë? Të tjerë çajnë, thonë o zot pse na iku. Domethënë është komplet e kundërta. Po ta kuptojmë një gjë që është normalisht nga ana në Indi dhe në Native American në Amerikë kanë vënë re këtë gjë dhe në Hawaii, ato e festojnë vdekjen. Po, ka disa tradita që e festojnë. Kërcejnë, këndojnë, bëjnë gjëra, tregojnë gjërat më të bukura të atij personi. Po çfarë është vdekja, pra çfarë vjen pas? Është një pyetje që e ka munduar njerëzimin ndër vite, ndër shekuj, çfarë vjen pas? Krejt kollaj. Shpirti ekziston tek ne. Ndaç e besojnë njerëzimin, ndaç mos ta besojnë. Ne nuk jemi thjesht një njeri. Ne nuk mund të ekzistojmë pa shpirt. Shpirti, zemra, mendja janë instanca të ndryshme. Kur shpirti del jashtë nga trupi, atëherë trupi i thohet fiket. Puç si dritat. Po. Dhe është si ajo shtëpia, i thamë që është shtëpi bosh, është shtëpi pa shpirt, sepse nuk jeton kërkush dhe pastaj rrënohet dhe zhduket. E ku shkon shpirti? Shpirti shkon sipër nëpër një tuneli. Dikush me tunel, dikush jo. Prandaj është diçka shumë interesante se nga zbulime shkencore që janë bërë edhe në Amerikë, në San Francisco, kur unë aty vetë kam qenë që quhet The Proof of Heaven, domethënë se si të vërtetosh qiellin, kanë marrë me mira persona që kanë arritur domethënë në koma, nga koma, të iku nga trupi, por nuk kanë vdekur dhe janë rikthyer në trup. Dhe nga ana mjekësore kjo është gjë krejt normale dhe mjekët e dinë këtë gjë, që shpirti qëndron rreth rrotull, shikon mjekët, shikon se çfarë është duke bërë dhe pastaj mund të shkojnë në këto dimensione që janë ndryshe nga bota njerëzore, nuk shikohen me syrin tonë, themu normal, dhe takojnë të dashurit të tyre atje sipër. Dhe disa prej tyre nuk duan të kthehen fare. Thonë, o zot, më lër atje ku jam, si jam shumë mirë atje, është në parajs, është një vend që të duket si ajër. Të gjithë shkojnë atje? Jo. Ku shkojnë ato që kanë bërë keq? Ato rrinë në botën e humbur. Dhe kanë mundësinë të shkojnë edhe ato, por duhet të kërkojnë falje, duhet të mësojnë diçka. Në qoftë se njëri ka qenë i keq, ka vrarë dhe nuk pendohet për atë që ka bërë, dhe mbet në atë egon e vet, atëherë nuk ka mundësi të t'i hapen dyert, i themon të parajsës ose në gjetit si të thënë çfarë do lloj tradite. Domethënë që duhet njeriu sa më shumë të falin para se të vdesin. Mund të rikthehen shpirtrat në tokë nëpërmjet një trupi tjetër? Po. Mishërimi është, e kanë thënë të gjithë. Edhe në Bibël është, edhe në Kur'an, edhe tek Buda, në mësimet budiste, hinduiste. Pra ne mund të jemi shpirtra që kemi ekzistuar më përpara në trupin e një tjetri dhe rikthehemi në të tokë. Pse rikthehemi? Prandaj thonë që është ai shkruar ndoshta ose i argumentuar ndryshe që njeriu dhe shpirti nuk vdes kurrë. Po pse rikthehemi? Pse duhet? Ne duhet të rikthehemi se mësojmë. Mësojmë për atë që se kemi përfunduar. Nëse ti ke një mision e zëm, që dëshiron që të arrish diçka në jetën tënde dhe nuk e ke përfunduar në këtë jetë, atë do të vish prapë jetën tjetër. Po, nuk e ke fal një person, ke urrëtia akoma ndjen. Edhe një herë do të vish me të njëjtin person, ndoshta me një konstelacion ndryshe. Këtë radhë nuk do të jeni as shok shoqe, po do të jetë fëmia jot. Dhe thu, wow, duhet të falësh fëmin tënd. Amadea, e di që do më japësh një këndvështrim interesant. Pse njerëzit kryesisht nuk përfundojnë me atë që e duan fort, me atë shpirtin binjak? Pse ato dashurit e forta nuk janë të destinuara për të përfunduar me njëri tjetrin? Koha gabuar, vendi gabuar, rrethanat e gabuara.
Nëse është dashuri e vërtetë, them unë, edhe shpirti binjak, nuk ka rëndësi se çfarë forme ka, nuk ka rëndësi se çfarë gjinie ka, nuk ka rëndësi a është ai person e zëm i martuar ose ti i martuar për shembull, atë se jemi ndryshe në familje. Është një dashuri sikur ti don fëmijën tënd, që i don vetëm të mirën. Është kjo shpirti binjak. Kjo është shpirti binjak, që ti e ndjen çdo gjë. Edhe sikur një vlla ose një motor që ki lind për një herësh, që ndjen, por që dhe e don të mirën në çdo gjë. Kjo është dashuri e vërtetë. Edhe nëse nuk përfundon në një gjë konkrete? Nuk do të thotë që duhet të përfundosh, të jetosh me atë person, sepse dashuria ekziston akoma brenda jush. Mund të komunikojnë shpirtat binjak edhe pa folur fizikisht nëpërmjet çfarë? Këtë doja të thoja. Domethënë ndoshta nuk komunikoni në mënyrë fizike, por nga ana e shpirtit ju jeni të lidhur gjithmonë, sepse shpirti jot binjak. Domethënë ato takohen nëpër ëndra, flasin nëpër ëndra, diskutojnë, zhvillohen, sepse detyra e një shpirtit është që ne të na prezantojnë pasqyrat, që të na zhvillojnë. Domethënë një person që kemi në familje, duke filluar nga nëna, baba, motra, vllai, dashnori, them nuk ka rëndësi se kush. Dhe janë thjesht që të na pasqyrojnë një temë brenda nesh që ne të shërojmë atë që se kemi shëruar jetën e kaluar. Kaq. Ai, për shembull, ky shpirt binjak normalisht ka një detyrë ndoshta edhe më të thellë, që të na zgjojnë dashurinë brenda nesh. Por jo dashuri nga jashtë, që ta presim nga ai ajo. Dashuri nga brenda. Por vetë ne jemi dashuri, dhe kur je vetë dashuri don çdo kënd njësoj. Si ti sikur shpirti binjak ai ose ajo, të gjithë i don me që shpirti binjak më vonë. E vërtet interesante. Dëgjoj, se nga që na vjen real edhe në kuptimin e mirë të gjës dua të marr sa më shumë sot, se është kënaqësi të kesh gjithmonë në studio. Ka një diskutim po ashtu i vjetër, ndoshta edhe jo dhe shumë i vjetër, është i viteve të fundit që flitet gjithmonë për tokën. Duke qenë se ti njeh mirë pa planetet, konstelacionet, galaktikat, the që ke parë disa gjëra që të tjerët nuk e kanë parë. Për çfarë je e bindur ti? Për tokën e sheshtë apo për tokën e rrumbullakut? Atëherë, unë jam për të dyja. Sepse tjerët nuk e din këtë gjë. Atëherë, toka në mënyrën fizike është e rrumbullakët. Nga 3D, i thojmë ne, 3D. Okej. Edhe ne është e vërtet, nuk është e sheshtë, është e rrumbullakët. Thonë ç'a dën të tjerët. Është e rrumbullakët, por ja futja avion, do ta shikoj që është e rrumbullakët. Ose me anije. Por ka diçka tjetër. Nëse një person është në një dimension tjetër zhvillimi, atëherë kjo tokë është ndarë në toka të sheshta, që quhet The Seven Worlds, 7 botat. Kjo është një sekret që e din hinduistat dhe budistat në Indi, në Himalaja. Prandaj ato thonë që toka është e sheshtë, prej tyre ka ardhur kjo filozofi. Por edhe nga vende të tjera ka filluar të vinë, se i shikoj shpesh këto news. Por toka e sheshtë është si një person e percepton që është në atë nivel, dimension dhe hapësirë. Vetëm kjo është ndryshimi. Por ne që jemi në 3D, e shikojmë të rrumbullakët. Kaq. Tani na bërë më shumë. Na futë në një e themon janë botat paralele. E kuptoj. Duke si më që një botë paralele. E kuptova gjën që do të thoya. Ti beson në Zot? Po. Si është Zoti për ty? Është një bab, një nën hynor që mua më ka përcjellur që në fëmijëri. Më ka dhënë dashuri që në moshë sidomos 5 vjeçare. Unë kam ndier prezencën e tij që në fëmijë. Dhe kam komunikuar me të, dhe pse njerëzimi thotë, "Ua, po si të komunikosh ti me Zotin?" Si flas me ty në këtë moment? Pyetje, përgjigje. E ke ndier, si e ke ndier prezencën? Komplet përgjigjet. Unë i pyetja, i thosha pse o bab më ke prun këtë tokë, për shembull. Nuk doja që ti isha këtu. E çfarë tha? Ke detyrë, do të rish këtu. Do të kesh durim, se ke për ta parë në të ardhmen, ke për të ndihmuar miliona njerëz. Tani është akoma herë se je e vogël, nuk e kupton. Edhe unë çaja çdo natë. Nuk doja të shikoja lajmet, nuk doja të shikoja gjërat e tjera, se i disha që shumë gjëra janë manipulime, sidomos atëherë në kohën e komunizmit. Dhe të tjerët ndoshta më thoshin familja me kjo budallic, duket kjo është ignorante, kjo s'do di asnjë gjë. Po ishte e kundërta. Unë i kuptoja dhe i thosha janë gënjeshtra, janë rrana, i thosha në Shkodrançe. Sidoqoftë unë e dua Zotin shumë dhe Zoti është për ne të gjithë këtu.
Zoti është në zemrën tonë, shkëndia kur thot ajo, shkëndia e dritës është në zemrën e çdo njeriu. Dhe jemi të lidhur gjithmonë me Zotin. Jemi shëmbulltyr e tij. Në çdo libër shkruhet. Por ne nuk e kuptojmë çfarë do të thotë jemi shëmbulltyr e tij. Jemi krijuar, i thojmë, në shëmbulltyrën e Zotit, me dashurinë e tij, me dritën e tij. Që të ta kuptojmë ne jemi vetë krijues. Jemi vetë manifestues. Për këtë gjë Zoti do të na hapin syt mendjet. Ju keni mundësi të krijoni, të manifestoni. Fatmirësisht të mirën, disa fatkeqësisht të keqen. Edhe kjo është ndryshimi. Që dhe ai ndoshta trishtohet me këtë çfarë duke ndodhur në tokën mam, sepse ne krijojmë të dyja, plusin dhe minusin. I kryojmë vetë ne, domethënë, edhe të qiell. Me mendimet negative, me emocionet, me çdo gjë, dhe atë po Zoti krijojmë nuk ka qëllim ta mbrojë mbase? Mundohet. Zoti thotë është shpreha e bukur, të çon angjëllën gjithmonë të troket. Nuk vjen vetë personalisht u bam tek dera, po të çon njeriu, të çon një person që të ndihmon ose të tregon diçka, që shiko këtë tim që duhet ta lshosh. Mos e mbajma këtë trishtim, këtë lëndim, shkopi kafe, futja ty për çejf, diçka tjetër. Por ne nuk e kuptojmë. Ne nuk e kuptojmë, kujtojmë sa më diçka njerëzore ose budallalliqe i thojmë ne. Por e harrojmë që krijimi influencon çdo njeri. Dhe angjëjt janë në tokën mam. Nuk i shikojnë njerëzimin, unë shikoj njerëzit që kanë flatra mbrapa. Kanë flatrat e angjëjve. Dhe i tham, wow, ky person është angjëll. Ose një fëmijë i vogël që e pash dje, thash, wow, ky ka flatra shumë të bukura. Domethënë kishte flatra blu. Shumë interesant se në gjithë. Edhe angjëjt janë në tokë thoja mes nesh? Janë mes nesh. Njësoj. Janë mes nesh. Si të dallojmë? Janë mishëruar në trupa fizik njerëzor që të ndihmojnë njëri tjetrin. Domethënë ndihma e Zotit vjen duke dhënë angjëjt e tij, shenjtrit që të vinë në tokën mam të mishërohen në formë profetësh, për shembull dikur në formë priftërinsh, murgjish, çfarë do lloj mënyre si të ndihmojmë këtë planet me dritë, me dashuri. Është gjithmonë kënaqësi të kesh ty në program, një orë është shumë pak, nuk mjaftojnë, ndoshta duhet ta kishim për 2 orë, por mend për herës tjetër kur të na rikthesh sërish në Shqipëri. Amadea, të falenderoj shumë për gjithë bisedën. Edhe është gjithmonë kënaqësi kur jemi bashkë në këtë studio dhe flasim gjëra kaq shumë interesante, se në fund mbase dikush duhet ta bëjë. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ne kemi mbërritur në fund të programit dhe për ditën e sotme. Nesër në episodin e fundit të kësaj jave me një të ftuar shumë special. Deri atëherë, bëfshit qef.